Është një pasazh që më ka bërë të mendoj shumë gjatë gjithë kësaj jave, edhe është një nga pasazhet që na mëson disa gjëra konkrete në lidhje me besimin dhe jetën, në lidhje me marrëdhënien me Perëndin. Dhe ka të bëjë me lutjen. Përpara se të shohim pasazhin, në fakt kisha dëshirë të shikojmë nga Luka, kapitulli 11. Është një pjesë interesante aty ku ndodhi thotë që ndërsa Jezusi ishte në një farë vendi duke u lutur, si mbaroi, dikush nga dishepujt i tha atij: "Zot, na mëso të lutemi, ashtu si dhe Gjoni mësoi dishepujt e tij." Dhe Jezusi u tha: "Kurdo që të luteni", dhe vazhdon dhe shpjegon historinë. Më bën përshtypje se ndërsa Jezusi ishte në një farë vendi duke u lutur, nuk ishte fshehtas në këtë rast, por ishte aty, dikush nga dishepujt që nuk na identifikoi se kush është, e pyet: "Zot, na mëso të lutemi." Dhe më bën të mendoj se çfarë kishte të veçantë që ky person kërkoi nga Zoti Jezus: "Më mëso, na mëso që të lutemi." Nuk ndodh që të kërkojmë një kërkesë të tillë në përditshmërinë tonë. Na duket sikur e dim si të lutemi. Dhe përsëri fjalët që kanë ngelur aty në fjalën e Perëndis jehojnë dhe është një kërkesë që Zoti e realizon. Por çështja është, po unë a kam të njëjtën qëndrim për të parë një gjë të tillë? Ata panë që Krishti po investonte kohë në lutje. Ata kuptuan që lutja është më tepër se sa disa kërkesa që ne i adresojmë Perëndis. Zoti nuk është një dyqan ku ne shkojmë për të blerë disa gjëra dhe kemi një listë kërkesash. Në fakt lutja është mjet që Zoti përdor për të realizuar planin e tij. Është hyrje në praninë e Zotit, është komunikim me krijuesin. Lutja është urdhër i Zotit, është mënyra që Zoti përdor për të vepruar. Kërkojmë se si ta dim, si ta njohim vullnetin e tij, na shfaqet aty në lutje. Në fakt po të shikosh pasazhin, 3 gjëra mësoi Jezusi. Mos harroni kërkesën: Zot, na mëso se si të lutemi. 3 gjëra i mësoi Jezusi. Çfarë të thoshim? Edhe kemi lutjen e famshme, që thot: "O Ati ynë, që je në qiell, u shenjtroft emri yt", dhe me radhë. Dhe ka një kuptim shumë të madh ajo lutje. E dyta na tregon për këmbënguljen, që sa e nevojshme, dhe na e vazhdon këtë histori duke thënë për dikë që i vjen një mik natën dhe nuk kishte me çfarë ta ushqente dhe troket te komshiu dhe i thot: "Më jep", dhe nuk e ndalon të trokiturin derisa ti përgjigjet. Dhe Jezusi po na tregon për këmbënguljen. Dhe e treta, të besosh se Zoti ka më të mirën, kur Zoti Jezus vazhdon këtë pjesë, nuk shkëputet, por thotë: "Ju që jeni të këqinj, ju që jeni mëkatar të rënë, nëse fëmia yt të kërkon diçka, ti nuk i jep një gjë të keqe." Edhe arsyeja pse na i përmbledh thotë të treja është për na treguar që ti besosh mirësisë së Zotit, që ajo që ai do të jap është më mira, pavarësisht se ty dhe mua nuk do të na duket më mira në atë çast. Prandaj këto të treja gjëra mësoi Jezusi, se si të adresohesh tek Perëndia, jo thjesht me ca kërkesa nëm këtë dhe nëm atë, se si të këmbëngulesh në këtë gjë dhe të mos heqësh dorë, dhe se si Zoti do ta realizojë për nderin dhe për lavdinë e tij. Le të shohim pak në këtë këndvështrim që kemi tek Romakët. Janë vetëm 2 vargje që do shohim sot, por janë vargje që janë keq kuptuar shpesh. Dhe vargjet 26 dhe 27 thonë kështu: "E po ashtu edhe fryma i vjen në ndihmë dobësisë son, sepse ne nuk e dim se për çfarë të lutemi ashtu si duhet, por vetë fryma", e ka fjalën për frymën e Perëndis, "ndërhyn për ne me pëshërëtima të pashqiptueshme. Por ai që heton zemrat e di cila është mendësia e frymës, sepse ndërhyn sipas vullnetit të Perëndis për shenjtorët." E nis fjalin duke thënë: "E po ashtu".
edhe duket si ka lidhje patjetër me diçka më sipër, sepse kur ti bën një bisedë me dikë dhe i thua edhe po ashtu, i bie që ka një kontekst më sipër që na tregon për këtë pjesë. Dhe jo pa qëllim na është thënë këtu. Në fakt po të shikosh tek vargu 22, na tregon që i gjithë krijimi, dhe është e njëjta fjalë, psherëtin. I gjithë krijimi rënkon. Dhe na tregon dhe arsyeën sepse gjithë krijimi rënkon. Është për shkak të rënies së njeriut në mëkat, gjithë krijimi pati probleme. Gjithë planeti, gjithë qeniet që janë aty patën probleme. Çdo gjë u mallkua, toka u mallkua, krijimi u mallkua, çdo gjë u mallkua për shkak të asaj që zgjodhi Adami dhe Eva. Çdo gjë pati pasoja dhe thot aty i gjithë krijimi dhe është njëjta fjalë psherëntin, gulçon, rënkon. Vargu 23 na tregon që edhe ne që jemi besimtar, që morëm frutin e parë të shpëtimit, thot, edhe ne psherëtim, është e njëjta fjalë, rënkojmë, gulçojmë në veten tonë. Gulçojmë në veten tonë. Tani kalon edhe thot, po ashtu, fryma i vjen në ndihmë dobësisë sonë. Dhe do të shohim pak të fjalën dobësia, përpara se të vazhdojmë të shohim pak tek pjesa e psherëtimës. Dobësia nuk është mëkat, por erdhi si pasojë e mëkatit dhe mund të çojë në mëkat. Por vetë dobësia nuk është mëkat. Në fakt, ka disa dobësia që ta tregojnë në mungesë force, në mungesë njohurie, në mungesë të padijes, në të ardhmes, manifestohet në shumë mënyra, por këtu interesante është që është në njëjës. Kur thot dobësisë son, është në njëjës, sepse gjithë ne përfshihemi në këtë pjesën e dobësisë, të qenit i dobët, jam i dobët. Dhe manifestimi i saj do të jetë në shumë forma. I dobët në probleme, i dobët në situata të vështira, i dobët për të kuptuar, i dobët sepse jam konfuz për zgjedhje të ndryshme, nuk shoh dot më tepër se sa mundem dhe dëshiroj të shoh, por mos haro, kjo dobësi nuk është mëkat, por mund të çojë në mëkat. A ka shembuj në Bibël që na tregojnë për këtë pjesë? Po. Dhe do marrim një personazh ku dobësia çojë në mëkat. Edhe është Kaini. Kaini, i cili para se të vriste vëllain, pati një zili dhe një xhelozi të brendshme kundrejt pranimit që Zoti i bëri të vllait. Shumë interesante është tek Zanafilla, kapitulli 4, vargjet 6 dhe 7 na thon kështu. Atëherë Zoti i tha Kainit, kjo është përpara se të ndodh vrasja. Tani ishte çasti dobësisë së tij. Kjo dobësi mund të mos kishte çuar në mëkat, por në këtë rast çoi në mëkat. Zoti i tha Kainit, pasi ishte bërë xheloz për të vllain. Vinire pak një pasazh më sipër të kështu. Pra tek Zanafilla kapitulli 4, thotë kështu, vargu 4, dhe Zoti çmoi Abelin, të vllain, dhe dhuratën e tij, por nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Dhe vinire tani, dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar kundrejt vllait. Atëherë Zoti i tha Kainit, këtu është moment dobësia, pse je pezmatuar dhe pse fytyra jote është e dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në rast se bën keq, mëkati po të ruan te porta dhe dëshirat e tij drejtohen ndaj teje, por ti duhet ta sundosh atë. Zoti e nxiti dhe i tregoi për një betejë, për një zgjidhje ndaj kësaj dobësie. Por nuk mundi Kaini ta mposh dobësinë e tij. Kaini ra dhe dobësia u bë mëkat. Kemi mbretin Saul, tek 1 Samueli 13, kapitulli 13, vargje 8 deri 14, ku na tregohet historia ku profeti i thot Sauli të mos bëj ende flijimin përpara se të vinte vet profeti.
Edhe u ndjesh shumë në trysninë e kohës, sepse armiqt po grumbulloheshin dhe ishte gati mundësia që ata të sulmonin, dhe ky për shkak të kësaj pjese nuk dëgjon, për shkak të trysnisë, nuk dëgjon atë që tha profeti dhe veproi në kokën e tij. Dobësia, kush ishte? Trysnia që ishte në atë çast. Dhe a është trysnia justifikim? Jo. Prandaj mësoj që dobësia, shpesh herë dëgjoj shprehjen dhe e them dhe shprehjen, por jam njeri, por nuk është justifikim për të mëkatuar. Mund të na çojë aty, por nuk është. Në fakt do të shohim pak për disa dobësi që nuk quan në mëkat, por që u treguan haptas që ishin dobësi. Kemi Mojsiun. Mojsiun Zoti e ndalon që të shkojë tek toka e premtuar. Imagjino pas gjithë atij udhëtimi, pas gjithë atij kalvarit të gjatë, Zoti e ndalon Mojsiun që të kalojë lumin Jordan dhe të shkojë. Dhe di si thot tek ligji për të rirë, kapitulli 3, vargjet 23-26, shiko si i thot Zoti Mojsiut. Zoti i tha, mos fol më për këtë çështje. Mos ma kërko më, është pikë e mbyllur. Pikë. Në dobësinë e tij, ai pranoi fjalën e Zotit. Psalmi 77 na tregon për një personazh, Asafin, që ishte caktuar nga Davidi si mjeshtër i korrit për të adhuruar. Në dobësi i predikoi vetes. Gjithë Psalmi 77 na tregon se si në një dobësi shumë të madhe që ndihej, zgjidhja që zgjodhi ai ishte që ti predikonte fjalën e Zotit vetes. Kemi mjaft raste kur Davidi vetë i thot, shpirti im ti beko Perëndin, dhe kur ja thot, nuk ja thot patjetër në momentet të mira, por dhe në momentet të vështira. Kemi Filipianët, kapitulli 1, vargu 23, kur Pali është ndërdyshas, megjithëse ishte në situatë shumë të vështirë, ishte në burg duke vuajtur, ishte ndërdyshas për të qëndruar me njerëzit, apo për të shkuar dhe për të qenë me Perëndin. Dhe nuk dinte se çfarë të bënte. Kemi 2 Korintasit, po përsëri me Palin, kapitulli 12, vargjet 1 deri në 10, dhe është histori interesante, ku ai nuk identifikohet, por ka shumë gjasa që ishte vetë personazhi, që Zoti e merr në qiell dhe i tregon gjithë lavdinë e tij. Dhe më pas çfarë ndodh? Thot vetë autori, që të mos më hipte vetja në qef, Zoti dërgon një engjëll të djallit, domethënë një demon, dhe ai më ngul një gjëmb në mish. Nuk është gjëmb që e mori nga ferra dhe ja nguli në mish, por e pati problem gjatë gjithë kohës. Nuk e di nëse të ka ndodhur që të shkelësh një gjëmb, ta kesh brenda në këmbë dhe të ecësh. Të dhem shumë kur ecën. Apo jo, përpiqesh të mos shkelësh. Në këtë lloj forme e pati Pali derisa ndroi jetë gjëmbin në mish. Ne nuk e dim fikse çfarë ishte problemi që pati, por Pali na thot përsëri te ky pasazhi, 3 herë ju luta Zotit, 3 herë, që tregon një mënyrë të përsosur kërkesa që të ma hiqte, dhe 3 herë Zoti i tha, hiri im të mjafton. Të mjafton hiri im. Kështu që do ta kesh gjëmbin në mish, nuk do ta heqë gjëmbin në mish, dhe hiri im të mjafton. Për të kaluar tek personazhi i fundit i kësaj pjese, që është vetë Zoti Jezus. Jezusi kishte dobësi. Wow, Jezusi kishte dobësi, po. Jezusi kishte dobësi në mënyrë që të identifikohej me dobësitë tona. Në fakt tek Hebrejnë kapitulli 5, vargjet 5 deri 8, na thotë që si krye prift, ai duhet të identifikohej me dobësitë tona në mënyrë që të na njihte, në mënyrë që të dinte se si të na përfaqësonte përpara Atit. Jezusi kishte dhe e dinte çdo të thotë dobësi. Por a ka raste konkrete që na tregohet kjo pjesë? Po, kemi te Gjoni 12, kapitulli 12, vargu 27. Dhe Jezusi thot, shpirti im është i shqetësuar, çfarë të them? O Atë, më shpëto? Por unë për këtë kam ardhur, që të shkoj drejt kësaj rruge. Por ishte goxha e rëndë
për qenin e tij, ishte i dobët. Keni parasysh në kopshin e Getsemanis. Tek Mateu 26 na tregohet kjo pjesë, vargje 36 deri 46, ku thot, vetë Jezusi na thot, trupi, domethënë mishi, është i dobët dhe shpirti është i gatshëm. Në mish, në trup, jam i dobët për ta përballuar, por në frymë jam i gatshëm. Mos harroni, Jezusi ishte Perëndia që erdhi, mori veshjen e njeriut, veshi trupin njerëzor që të identifikohej plotësisht me njeriun. Në fakt në tek Romakët, kapitulli i 8 që kemi parë, vargu i 3, na thotë që ishte në ngjashmëri mishi mëkatar. Janë fjalë shumë të forta ato. Nuk thot në ngjashmëri mëkatari, por në ngjashmëri mishi mëkatar. Nuk na thot që ishte në mëkat, por thot në ngjashmëri mishi mëkatar, që ngjante me një person që ishte në mish mëkatar. Tregon që pati dobësi. Dobësia në mish do duhej ta kishte Krishti, në mënyrë që të identifikohet me dobësinë tonë. Çfarë ngushëllimi na ofrohet në këtë dobësi? Sidomos kur ti dhe unë përballemi. Në fakt vini re çfarë na thot pasazhi tek Romakët. Vetë fryma e Zotit, jo diçka tjetër, jo një agent tjetër që Zoti dërgon, jo një gjë dytësore, por vetë Perëndia brenda banon. Më sipër do të shohim disa aspekte të tjera kyç që fryma e Zotit bën për ne, por do të shohim pak vini re. Tek vargjet 1 deri 2, tek kapitulli i 8, na tregohet që fryma e Zotit është garantuesi i shpëtimit. Garanton shpëtimin. Na tregon që përsëri është mbajtësi i shpëtimit, është ai që na ndihmon që ta mbajmë deri në fund shpëtimin. Tek vargu 9 na tregon që fryma e Perëndis brenda banon tek besimtari. Në momentin që ti bëhesh besimtar, Bibla thotë që vetë fryma e Zotit, shpirti i Perëndis, vjen dhe brenda banon tek besimtari. Na jep perspektivën e shkrimit për t'i parë gjërat, thot vargu i 10. Na hap syt për të parë me këndvështrimin e shkrimit. Në fakt, vargu 11 na thot që ashtu siç ngjalli Krishtin, do të na ngjall edhe ne kur të vi momenti i fundit. Vargu 13 na tregon që na ndihmon, na shenjtëron, na ndihmon në shenjtërimin ton. A e dini miq, ka shumë njerëz që pretendojnë që janë besimtar vetëm sepse u lutën dikur. Nuk është kështu. Bibla na tregon që nuk mundet shpëtimi të jetë veç as shenjtërimit. Në momentin që ti bëhesh besimtar, duhet të fillojë një proces që Bibla thot procesi i shenjtërimit, ku dëshirat e tua, mendimet e tua, të folurit tënd duhet të ecë në progres, duhet të ndryshojë, duhet që të sjellë nder dhe lavdi emrit të Zotit. Dhe në vargun 14 na tregon për sigurinë përfundimtare, për glorifikimin që quhet ndryshe ose lavdrimin përfundimtar. Në fakt vargu 15 i thotë që fryma e Perëndis i dëshmon frymës son, Aba, o Atë. Shko pak çfarë afrimiteti që na bën Perëndia. Aba do të thotë në hebraisht o Atë, që ti ta quash Perëndin Atë. Dhe tani vargu 26 pavarësisht se na tha të gjitha këto gjëra, por na thot, fryma e Zotit na ndihmon në dobësinë tonë. Dhe si ta kuptojmë këtë fjalën ndihmon? Po ta shikosh pak në origjinal, nuk është që ai merr përsi për ta bëj për ty. Por është kur ti je duke shtyr makinën që të ka ngecur, dhe po përpiqesh dhe nuk e shtyn dot, vjen një shok dhe bashkë me ty ndan barën dhe e shtyni të dy. Nuk është që ai e shtyn dhe ti rri tani se po e shtyn ai, por përkundrazi ti vazhdon ta shtysh, sepse tashmë po inkurajohesh, sepse e di që nuk je më vetëm. Deri tani u lodhe duke e shtyr dhe nuk patë rezultat, dhe vjen dikush tjetër dhe po t'i jep një dorë të fuqishme. Fjala ndihmon nuk është pasivitet për ty, por është që ndan barën me ty. Fryma të bëhet krah
në dobësinë tënde. Por si vepron? Por përpara se ta shohim se si vepron tek ne, do sqarojmë pak të fjalën pshërëtima të patregueshme. Në fakt ka shumë njerëz që mendojnë, po ta shikosh në Bibël, sepse është përkthimi jo i saktë, sikur fryma bën këto pshërëtima të patregueshme. Në fakt Zoti nuk pshërëtin. Perëndia, Zoti fryma i shenjtë nuk pshërëtin. Pshërëtima, rënkimi e pamësi për lidhet me njeriu që ka barën e rëndë, ka dobësinë. Po nga e di unë që nuk është fryma që e bën këtë gjë, vargu 22 më sipër dhe vargu 23 po na e thot që i gjithë krijimi pshërëtin është e njëjta fjalë dhe besimtarët pshërëtim në veten tonë. Dhe çfarë është kjo pshërëtim e patregueshme? Janë gulqime, e buf që e themi në gjuhën shqipe, janë rënkime, kur ti nuk di se si t'i japësh një zgjidhje dhe kur vjen kjo situatë, kur vjen momenti që ti mund të rënkosh, kur ti nuk di se çfarë të bësh, kur presioni është kaq i madh mbi ty, sa që ti nuk di se çfarë të bësh dhe ngelesh. Ti pshërtin në trupin tënd, ti merr frymë thellë dhe mendon çfarë të bëj. Sikletosesh, djersitesh, këto janë gulqimet. Janë fjalë që nuk mund të shprehin, por tregojnë një gjendje të rënduar brenda vetes. Kur ti shkon përpara Zotit për një situatë konkrete, nuk e di se çfarë të thuash. Je në siklet përpara Perëndis, që ti jesh në përputhje me planin e Tij. Ti kërkon zgjidhje, por ti kërkon që ti edhe Perëndia ai që do të veprojë, do të jesh në përputhje me planin e Tij. Dhe prandaj ka një siklet të madh në shpirtin tënd. Fryma është si një avokat në ato momente, me një person që thot fol të gjëra, edhe ti gulqon. Fryma e Zotit është shumë interesante, sepse e merr këtë gulqim, e merr këtë pshërëtim dhe e përkthen tek Krishti, e përkthen në bazë të vullnetit të Tij. Ajo që ne pshërëtim përkthehet nga fryma dhe ja çon Krishtit. Krishti ndërmjetëson tek Ati, thot Bibla. Interesante është që dikush ka thënë lutja, sidomos lutja e vështirë, lutja me ngulqim, është lutja trinitare, kur fryma përkthen ngulqimin tënd dhe ja çon, ja sistemon Krishtit, dhe Krishti në qiell, thot Bibla, ndërmjetëson tek Ati për ne. Ka një dakordësi midis Atit që heton zemrat tona, po të veshre pak më poshtë, thot ai që heton zemrat tona, dhe ka një dakordësi midis Atit që heton zemrat tona dhe përkthimin që i bën fryma, pshërëtim mëson. Ajo që në pamje të parë duket dobësi, ajo që në pamje të parë duket dekurajim, përfundon si një dëshmi e fortë e marrëdhënies me Zotin. Po çfarë mësojmë praktikisht? Në fakt ne urdhërohemi të lutemi. Si? Po, urdhërohemi që të lutemi, është urdhër nga Perëndia. Fryma ndërhyn, ndihmon në lutjen tonë. Na mësoj se si të lutemi sipas shkrimit. Dhe kemi te kapitulli 11 i Lukës se si Jezusi mësoi dishepujt e vet. Po pse atëherë duhet lutemi kur Zoti ka caktuar fundin? Keni menduar ndonjëherë të pyetje? Ne dimë se Zoti ka caktuar çdo gjë. Dhe lind pyetja, po pse duhet të lutem unë kur Zoti tashmë ka caktuar fundin? Përgjigjja është shumë e thjeshtë, sepse Zoti ndërsa cakton fundin, cakton dhe mjetin se si do të arrihet ai përfundim. Dhe lutja është mjeti që Zoti përdor për të arritur fundin. Lutja është mjeti shumë e rëndësishme. Lutja na ndryshon, na mëson, na tregon se kush është Perëndia. Dikush që nuk ja di vlerën lutjes, nuk do të lutet, ose më saktë, do të lutet keqas, vetëm me veten në fokus. Njerëzit thonë, po lutem, jam lutur Zotit, edhe gjithçka që i përfshijmë në këtë lutje është kërkesë, është dyqan. Zot, më jep këtë. E di sa thonë njerëzit, sa shpesh e thonë, po ja lutemi për ditë, për shëndete, për këto. Zoti dyqan, vetëm për të dhënë shëndet. Po çfarë të lutem tjetër? Nëse bën një pyetje të tillë, për çfarë të lutem tjetër?
Tregon që ti kur nuk e ke njohur se çdo të thotë të njohësh Perëndin. Do doja që të shohim pak tek Hebrejnë, tek kapitulli 10, vargjet 19 dhe 22. Për të kuptuar pak rëndësinë e lutjes. Thotë kështu. Pra Hebrejnë kapitulli 10, vargjet 19 dhe 22. Duke pasur pra o vëllezër, ne duke pasur guxim për hyrje në shenjtoren me anë të gjakut të Jezusit. Besimtarit i është dhënë mundësia që të shkojë përpara mbretit të universit. Ti nuk shkon dot para Ramës. Provoje, shko. Hyndot. Syndot. Sa letë e marrim Perëndin? Po ja i themi aty, Zot, lutem jep shëndetem, jep këtë. Shumë e ulët, shumë e turpshme. Vini re çfarë thot Bibla. Marrim ne guxim, thot, që të hyjmë në shenjtore, në vendin shumë të shenjtë ku banon Perëndia, po si hyjmë? Me anë të gjakut të Krishtit. Pa gjakun e Krishtit asnjë lutje nuk dëgjohet. Pa gjakun e Krishtit ti nuk mund të hysh të shohësh fytyrën e tij. Pa gjakun e Krishtit nuk ka mundësi për lutjen, për të shkuar deri tek froni. Lutja jote, fuqinë më të madhe që mund të ketë, është deri te tavani i shtëpisë. Dhe thot përmes një udhe të re dhe të gjallë, të cilën e përuroi për ne nëpërmjet perdes, mishit të tij, dhe duke pasur një prift të madh në shtëpinë e Perëndis, të afrohemi me zemër të vërtet, me siguri të plot besimi, duke i pasur zemra të shpëlara nga ndërgjegjja e ligë, dhe duke i pasur trupin e larë me ujë të pastër, të mbajmë të palëkundur rrëfimin e shpresës. Po çfarë po na thot këtu? Po na thot që jo kushdo mund t'i afrohet Perëndis me lutje. Biblia na mëson që në dhjetën e vjetër, përpara se të shkonin të luteshin, merrnin kafsh për t'i therrur, dhe jo vetëm një, por ishte për ditë, ishte thertore të mërshme. Tempulli që është ende sot, rënojat e tij që ndodhen sot e kësaj dite ende në Jeruzalem. Po të hysh në brendësinë, poshtë do të shohësh kanalizime të papara, sepse sasia e madhe gjaku therej, kafsh pafund çdo ditë therreshin. Për çdo lutje do të duhet të bëje një fli. A e mendon dot? Për çdo lutje, sepse nuk mundesh që të dilje përpara Perëndis. Kaq kollaj. Dhe Biblia na thot, Biblia na mëson, lexojeni dhjetën e vjetër, do ta shikoni se sa serioze ishte të shkuarit përpara Perëndis. Madje dhe kryeprifti kur shkonte dhe dilte përpara Perëndis, një herë në vit vetëm e lidhnin me litar në mes, sepse nëse ndodhte që do të vdiste në praninë e Perëndis, nuk mund të shkonte kush ta merrte, por do duhet ta tërhiqnin trupin e tij. Kaq e madhe është të shkuarit përpara Perëndis. Dhe njeriu e merr kaq lehtë. Biblia thot përmes gjakut të çmuar të Krishtit ti mund të hysh. Dhe jo vetëm kaq, por Zoti na ka dhënë dhe frymën e tij që në dobësinë tonë na mëson se si të lutemi. Njeriu nuk mund të lutet jashtë shkrimit. Po, nuk mund të lutesh jashtë Biblës. Asnjë lloj, mbajini mend, asnjë lloj lutje nuk ka për të dëgjuar, e cila nuk është në përputhje me vullnetin e Perëndis. Wow, që nga shumë e fortë. Po, është e fortë, por nuk më bën përshtypje, s'ka problem. Do di momenti që do të bëj përshtypje dhe lutja nuk ka për të bërë më punë. A e dini, të mërkurën folën pak për historinë e të pasurit dhe Lazarit. U lut i pasurin nga ferri, për s'pati më vlerë lutja e tij. Në fakt, dhjata e vjetër, dhe jo vetëm, na tregon për seriozitetin dhe rëndësinë e daljes përpara Zotit. Po çfarë lloj lutjesh ka? Cilat janë llojet e lutjeve? Me fjalë, kemi tek Ungjilli sipas Lukës e pam. Osea, kapitulli 14, vargjet 1 deri në 3 na mëson fantastike se sa mund të hapësh zemrën tënde përpara Perëndis. Me psalme, janë 150 psalme që na mësojnë se si të adhurojmë Perëndin në kohë të mira dhe jo të mira, në kohë gëzimi dhe hidhrimi. Isaia, kapitulli 63, vargu 15, na thotë që lutja e thellë
që dëgjohet nga Perëndia. Një lutje e thellë, një bashkëbisedim i thellë me Perëndin. Pasazhi që pam sot na tregon lutje me pësherëtima, kur ti nuk di se çfarë të thuash. Kjo është lutje ku shpirti lufton brenda teje dhe kërkon për krijuesin, por nuk di gjuhë se si ta artikuloj. Ka lutje me meditim, kur ti mediton rreth asaj që lexon nga shkrimi. Njife shkrimin dhe do të shohësh që lutja jote nuk ka për të qenë më e njëjtë. Pësherëtima që Bibla po na tregon nuk është një pësherëtim pasive, por është aktive për të luftuar dhe për të kuptuar vullnetin e Perëndisë. Është një pasazh interesant tek Veprat kapitulli 4, vargjet 23 dhe 31 dhe doja që ta lexonim pak. Veprat e Apostujve, kapitulli 4, është një pjesë shumë interesante aty, vargjet 23 deri në 31. Dishepujt i kanë marrë dhe i kanë persekutuar në këtë rast, pra Veprat kapitulli 4, vargjet 23 dhe 31. I kanë marrë dhe i kanë persekutuar dhe pasi i rahën, thot Bibla, i lëshuan dhe na thot kështu tani vargu 23. Tani kur u liruan, erdhën te të vetët, u bashkuan me vëllezërit e tjerë dhe njoftuan gjithë sa u than kryepriftërinë dhe pleqt. Pra na thanë që mos bëni më këtë gjë, mos predikoni më, mos flisni më për Zotin. Dhe ata kur i dëgjuan këto, me një mendje e ngritën zërin drejt Perëndisë dhe thanë, dëgjoni pak lutjen e tyre. O sundimtar, ti je ai që bëri qiellin dhe tokën dhe detin dhe të gjitha gjërat që janë në ta. Ai që nëpërmjet frymës së shenjtë përmes gojës së atit ton David, shërbëtorit tënd tha, përse turfulluan kombet dhe popujt përsiatën gjëra të kota, mbretërit e tokës u rreshtuan dhe krerët u bashku mblodhen kundër Zotit dhe kundër Krishtit të tij, se me të vërtet u mblodhen në këtë qytet kundër shërbëtorit tënd të shenjtë Jezusit, të cilën ti e vajose, qoftë Herodi, qoftë Ponc Pilati bashkë me kombet dhe popullin e Izraelit, për të bërë gjithsa paracaktoi që të ndodhte dora jote dhe qëllimi yt. Vinire paracaktoi. Dhe tani Zot vështro kërcënimet e tyre, dhe shkoni pak zgjidhjen, dhe jepu sklevërve të tu, pra shërbëtorëve të tu, që të japin, që të flasin me guxim fjalën tënde. U persekutuan që të mos flisnin më për Zotin. S'dinin se si të luteshin, përveç se u lutën nga shkrimi, pikërisht Psalmi 2, duke thënë Zot janë mbledhur kombet kundër teje dhe këtë punë kanë. Gjithmonë do të jenë në luftë me ty. Por ne çfarë do të bëjmë? Ne e dim se çdo gjë që ke caktuar ti do të bëhet, por na jep guxim që të ndajmë Krishtin. Kjo është lutje që pranon sovranitetin e Perëndisë. Interesante është, keni dëgjuar historinë kur Pietri qau përpara se të këndonte gjelja i mëkatoi 3 herë duke mohuar Zotin Jezus? Ka një pasazh shumë interesant aty në Bibël, ku na thotë që teksa pasi e tradhtoi të 3-ën herë, Jezusi kishte thënë Pietrit, dëgjoj ti do të më tradhtosh. E dini pse? Sepse Pietri natën e fundit, si tip gangsteri që ishte, çik tip i hedhur, thotë Zot, unë jam gati dhe në burg të shkoj me ty. Ti je gati të shkosh me mua në burg, thotë Zoti Jezus? Gjeli, në 4 të mëngjesit që këndon herët, i thotë nuk ka për të kënduar Gjeli, pa më mohuar ti 3 herë. Dhe Pietri, kur e morën Jezusin që e arrestuan, filloi ta ndiqte Jezusin dhe 3 herë mohoi Krishtin. Dhe ka një pasazh shumë interesant aty në Bibël që na tregon se si shkëmbeu vështrimin Pietri me Jezusin pasi pa veten e tij në këtë profeci që Zoti Jezusi tha. Dhe tek Luka, kapitulli 22, vargu 62, na tregon se çfarë bëri Pietri më pas. Bibla thot, Pietri u largua dhe qau me ngashërim. Pietri nuk foli, nuk na flet për fjalë të Pietrit,
por pësherëtiu qau me nga shërim, dhe kjo u përkthye pendes, dhe kjo ishte pendes. Zoti njeh zemrën, thot tek Romakët 8:27. Lutja është arena, dëgjoj mirë këtë pjesë. Lutja është arena e betejës, ku Zoti na bën njësh me vullnetin e tij. Jo ku ne shkojmë me ca kërkesa Perëndis, por është një arenë beteje ku Zoti na bën njësh me vullnetin e tij. Nuk është vendi ku ne japim Zotit një listë dhe Zoti ta plotësoj, por kur ne ja ofrojmë vullnetin ton, që nuk është e lehtë. Më kujtohet lutja që Zoti, shumë interesante është, Jakobin e keni dëgjuar, historinë e Jakobit. Jakobi pasi mashtroi vllajën e vet, pas shumë vitesh Esaun, u desh që të përballet dhe do të takonte vllajën e vet. Dhe një natë të tërë, vllai donte që ta vriste. Tani ky do të përballet me të vllajën dhe një natë të tërë është lutur fuqishëm. Dhe në lutje u përball me Zotin. Dhe i tha, më beko, nuk të lë, e kapi fort të më lësh, tha, nuk të lë të ikësh pa më bekuar. Edhe Biblia i thot, ishte vetë Zoti Jezus, dhe i thot, si quhesh ti, Jakob? Edhe i thot, ti nuk do të quhesh më Jakob, ti do të quhesh Izrael, sepse ti ke luftuar bashkë me Zotin. Dhe aty fillon emri i popullit Izraelit, ti do të quhesh Izrael, sepse luftove bashkë me Perëndin. Një natë e madhe lutje e Jakobit që transformoi Jakobin. Pas asaj lutje, Jakobi doli i çal. Filloi të çalonte gjithë jetën e tij, sepse e kapi nga këllku, thot Biblia, dhe mbeti i çal. I çal mbeti fizikisht, por i inkurajuar fuqishëm shpirtërisht. Vështirësitë janë vendi ku farkëtohet shenjtërimi ynë, dhe lutjet janë mjetet që Zoti përdor për t'i dhënë nxehtësi farkëtimit, që të lartëgojë ngurtësimin nga ne. Lutja është një armë e jashtëzakonshme që Zoti ka dhënë besimtarit. Zoti nuk na e dha frymën për të na bërë jetën më të lehtë, po për të na bërë të ngjashëm me Krishtin. Dhe mos harroni, këto që thot Biblia këtu, nuk thot për gjithë njerëzit. Gjithë njerëzit mund të pësherëtinë, por nuk është njësoj. Kjo pësherëtima e besimtarit dëgjohet. Pësherëtima e jo besimtarit nuk dëgjohet. Kjo është unike, është e veçantë, është vetëm për besimtarin. Ne i lutemi Atit përmes Birit nëpërmjet frymës që është brenda nesh. Fryma i merr pësherëtimat tona, i pastron ato, i sistemon ato dhe ja çon Krishtit, i cili ja ofron Atit. Të paturit e frymës nuk na jep të drejtë për t'u ankuar se bara është tepër e rëndë, pasi forcohemi nga qielli. 1 Gjoni 5:14 është një pasazh fantastik në fakt, ku thotë që dhe kjo është siguria që kemi përpara Tij. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të Tij, ai do ta plotësojë. Ky privilegj është vetëm për besimtarin. Unë kisha dëshirë në fakt ju përmendja disa thënie shumë të forta në fakt në lidhje me lutjen. Lutja nuk është vepra e njeriu, thot Martin Lutheri, por është vepra e Perëndisë nëpërmjet fjalës së Tij. Kur një krishter lutet, shpesh ai vetëm rënkon dhe pësherëtim, por ato pësherëtima janë më të fuqishme para Perëndisë se sa fjalët më të bukura që mund të thonë. John Owen thot, fryma e shenjtë është autori i gjithë lutjes së vërtet. Pa veprimin e tij, zemra e njeriu është e paaftë të lutet. Ndërmjetësimi i frymës nuk është një shtesë e vogël në jetën e besimtarit, është një nevojë absolute për shkak të dobësisë. Jonathan Edwards thot, Perëndia jo vetëm që urdhëron lutjen, por dhe jep frymën që të bëj lutjen e mundur. Thomas Watson thot, lutja është frymëmarrje e shpirtit dhe fryma e shenjtë është ai që e mban këtë frymëmarrje gjallë. Pyetja ime është, po ti, nëse je besimtar, nëse beson në Krishtin, çfarë lloj lutjesh? Si është lutja jote? Si është marrëdhënia jote me Perëndin?
Dhe a ke të njëjtën dëshirë që apostujt i thanë Zotit Jezus, na mëso si të lutemi? Dhe e dini si mësoi Zoti Jezus? Dhe ta shohim pak së bashku tek Luka 11. Kurdo që të luteni, thot Zoti Jezus, thoni: O atë, u shenjtëroft embri yt, art mbretëria jote, bukën tonë të përditshme na jep çdo ditë dhe na i fal mëkatet tona, sepse dhe ne vetë i falim kujdo që na detyrohet. Dhe mos na shtije në sprovë. Dhe vazhdon. Dhe po ta studiosh, ka shumë njerëz që thjesht e marrin të mirëqen dhe luten: O atë ynë që në qiell, u shenjtëroft embri yt, sikur kjo bëhet mënyrë përmendësh. Jo në fakt. Po ta studiosh varg për varg, fjalë për fjalë, tregon për mënyrën se si shkojmë tek Perëndia për ta quajtur atë, tregon se si ti kërkon për vullnetin e Perëndisë të bëhet në jetën tënde, kërkon që Zoti të plotësojë nevojat e tua, por ti kërkon që të shenjtërohesh. Vini re sa bukur e thot, çfarë lloj lutje i bën njeriu duke i thënë një fjalë të tillë? Zot, të lutem, më fal mëkatet e mia. Njësoj o Zot, siç unë ua fal të tjerëve. Çfarë lloj lutje interesante ka kërkuar Zoti Jezus për ta bërë ti dhe unë? Zot, të lutem, më fal. Njësoj siç po unë fal të tjerët. Sikur të ishte kjo vetëm pjesa e parë, Zot, të lutem, më fal. Dhe të mos ishte kjo pjesa siç unë fal të tjerët. Është sfiduese lutja. Zot, më fal mua ashtu siç unë fal të tjerët. Pra ti e merr të mirëqen që po i fal të tjerët. Ka njerëz që thonë, unë këtë gjë nuk e fal kurrë. Të imagjino pak si mund të lutet ai person. Zot, më fal vetëm pak gjëra, se dhe unë pak po fal për të tjerët. Prandaj është një marrëdhënie me Perëndin. Lutja të transformon, lutja të ndryshon. Lutja është një jetë dhe të bekuar ata që shijojnë një marrëdhënie me Zotin. Le të lutemi. O atë, ti na ke dhënë fjalën tënde. Na mëso, Zot, që do të jemi të bindur ndaj fjalës tënde. Na mëso që këtë komunikim, këtë dhuratë që kemi nga qielli, për të patur një miqësi të ngushtë me ty përmes lutjes. Zot, ne ushqejmë shpirtin ton përmes fjalës tënde dhe komunikojmë. Lutja nuk është një monolog, o Zot, por është një dialog midis nesh edhe teje. Perëndi, faleminderit që dëgjon jo vetëm fjalët tona, por edhe pëshërëtimat kur ne nuk dim se çfarë të lutemi. Dhe faleminderit që na ke dhënë frymën tënde për të na ndihmuar në këto pëshërëtima, të cilat ti i merr dhe i sistemon këndshëm në mënyrë të përsosur për të çuar te Krishti, i cili ja ofron atit. Prandaj na mëso, Zot, që ta kuptojmë vlerën dhe rëndësinë e të ardhurit përpara teje. Na mëso, Zot, që të zhvillojmë një marrëdhënie të ngushtë përmes lutjes. Zot, na mësoj që ashtu siç personazhet të ndryshëm që kemi në Bibël, si Davidi, si Mojsiu, si vetë Zoti jon Jezu Krisht, të zhvillojmë një jetë lutje. Zot, kur Krishti, që ishte në trup njerëzor, kalonte kaq shumë kohë me ty, o atë, në lutje, sa më shumë kemi nevojë ne. Prandaj na mëso, Zot, për nevojën që kemi, na e bëj të qartë nevojën e madhe që kemi në shpirtin ton për të njohur ty përmes lutjes, përmes kësaj dhurate të madhe për bashkëbisedim. Në emrin e çmuar të Jezusit do lutem. Amen.